Edhe 14 vjet pas luftës në Kosovë, gratë mbeten pa burra, fëmijët jetim dhe me trauma të dëbuar nga shtëpitë e tyre. Qendra e rehabilitimit të nënës dhe fëmijëve, e themeluar në vitin 1998 në Prishtinë, kishte qëllim që t'i ndihmonte ata. Kam dëgjuar nga një shoqe imja në lidhje me këtë qendër dhe unë vendosa që ta vizitoj. Dhe kuptova si kjo qendër ka 40 fëmijë jetim, të cilët ende ka nevojë për mbështetje. Kjo qendër është një shtëpi e ngrohtë për ta, ku ata kalojnë ditën e tyre, luajnë dhe marrin mësime të ndryshme të falës. Qëllimi ynë është për t'i dhënë atyre dashuri dhe mbështetje për çdo gjë, që ata të mund të vazhdojnë së bashku me shokët e tyre dhe të mos ndjehen të harruar apo të lënë anash. Ëndroj ditën kur në botë nuk do të ketë jetima, fëmijë të sëmurë dhe njerëz që vuajnë. Ëndroj që në botë të ketë vetëm dashuri, premturi dhe harmoni.